Nuk guxojnë. Shkoni te shqiptar. Po, edhe na vetë që kemi kalu rrugë, mendu që ata mund më na lajmëru edhe me kuptu se çka ka ndodhë. Atëherë ju kemi lutë se familjes që më na dërgu të tezja në fshatin Sapars, në afërsitë Prizrenit, përmes rrugëve anësore, dytësore, na kanë afru deri te tezja, edhe aty kemi qëndru 3 muaj në gjatë luftës deri në përfundim të luftës. Kryesisht në ato momente, jemi mjeku me çka do që kemi pas, do me thonë, unë plagën që e kom pas në krah, jam mjeku me barna kryesisht popullore, pasi nuk ka pas barna, dhe vetëm të barna që kemi mujt me i siguru kanë qenë prej kishës katolike të fshatit Velej, që ka qenë afërsi të fshatit Capt me u shëru prej plagëve që i kemi pas. Edhe ti, edhe nëna, edhe nën Vjosa. Dua të mbes tek ajo pjesa përfundimtare e kësaj ngjarje nëpër masa jashtëzakonisht tragjike. E kujtoni diskutimin e parë me nënën tuaj, kur e keni bërë, pasi që kishit zbritur nga Miles? Shumicën i kemi pa me së tonë, edhe në kamion, dhe me thonë, kemi pa trupat, edhe kemi pa se s'ka mund me pështu kërkush, po prap një pjesë e jona, një pjesë e zemrës tonë, mendjes tonë, s'ka dash me besu as njëherë ata që ka ndodhë. Thjesht e kemi mendu qysh kemi pështu na, ka mujt na është me pështu edhe dikush tjetër. Jo pse shumica njiteve, sidomos edhe me gjetjen e trupave të parë, atëherë kemi kuptu që nuk ka shpresë. E kujton momentet e komunikimit, si përpiqej nëna nën Vjoca të t'jepte shpresë. Kur ti ishe fëmijë i vogël, i lënduar edhe i plagosur me armë. Kujtoni ato momentet e asaj periudhe kohore, si qëndronit afër njëri tjetrit, kush ishte në momentet kur ju ishit strehuar, veç më edhe kishit nisur të mjekoheshit, kush ju jepte kurajo? Në pjesën gjatë tramit, sidomos unë, gjatë natës, jam qu natën, kam kajt, kam bërë